Kandidati i Partisë Socialiste për deputet Damian Gjiknuri, në vimësi të takimeve që po zhvillon, u ndal pas ditën e të martës në një takim me banorët e zonës së Çoles, në rajonin 4 të qytetit të Vlorës. Në fjalën e tij, Gjiknuri theksoi se rikthimi në Vlorë dhe si një kandidat i listës së hapur për të marrë mbështetjen popullorëve të qytetarëve vlonjat është një sfidë, është një garë një dimensioni tjetër. Ai pohoi se përpara se të jetë një garë personale, kjo është një garë politike ku Partia Socialiste ka një shans për të fituar 9 mandate në Vlorë, sepse ka përballë një opozitë të përçarë, një opozitë që nuk ofron asnjë alternativë, ndërkohë që Partia Socialiste është alternativa më serioze që i ka ngritur dinjitetin vendit. Gjiknuri theksoi se Partia Socialiste duhet të votohet masivisht më 11 maj, sepse gjithë ky zhvillim i nisur për Vlorën dhe për të gjithë Shqipërinë ka një emër, që është Partia Socialiste, edhe qeveria e Partisë Socialiste me Edi Ramën. Në radhë parë duhet votojmë Partinë Socialiste se gjithë ky zhvillim i nisur për Vlorën, po dhe për gjithë Shqipërinë, ka një emër që është Partia Socialiste, edhe qeveria e Partisë Socialiste me Edi Ramën. Është një spektër i gjerë, një listë dinjitoze, por mbi të gjitha se të jetë një garë personale, kjo është më shumë një garë politike, ku Partia Socialiste ka një shans për të fituar 9 mandate në Vlorë, sepse kemi një opozitë përçarë, kemi një opozitë që nuk ofron asnjë alternativë, ndërkohë Partia Socialiste është alternativa më serioze që edhe i ka ngritur dinjitetin vendit dhe në mandatin tjetër ka objektiva të qarta drejt integrimit të Bashkimit Evropian, do të thotë dhe një kapitull i ri për investime dhe ekonomi për këtë vend. Referuar programit me të cilin Partia Socialiste prezantohet përpara elektoratit, kandidati Gjiknuri pohoi se programi i Partisë Socialiste ka parashikuar disa masa që u vinë në ndihmë shtresave në nevojë, rritja e pagës minimale, e cila do të jetë 50.000 lekë të reja në muaj, dhe pjesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore do ta kompensojë qeveria, pensionin mesatar 40.000 lekë të reja në muaj, ndërsa të gjithë ata që kanë dalë në pension përpara 2014-s, pensionin minimal do ta kenë 20.000 lekë të reja në muaj. Sipas Gjiknurit, në këtë mandat Partia Socialiste do të adresojë nevojat kryesore të shtresave në nevojë. Vlora ka një perspektivë zhvillimi shumë të mirë. Kjo nuk ka ardhur rastësisht, por fal programit dhe investimeve që ka bërë Partia Socialiste për qytetin e Vlorës, investime të cilat Gjiknuri në këtë mandat të katërt do të vijojë edhe më tej. Gjiknuri kërkoi mbështetjen përmes votës masive për kandidaturën e tij, për të qenë sipas tij një zë i fortë përfaqësues për zgjidhjen e problematikave të qytetarëve të Vlorës. Programi i Partisë Socialiste ka parashikuar disa masa që u vinë në ndihmë shtresave më në nevojë, do rrisin pagën minimale. Paga minimale do të jetë 500.000 lekë në muaj dhe pjesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore do ta kompensojë qeveria. Synojmë mandatin tjetër do bëhet pensioni mesatar 400.000 lekë. Ndërkohë pensioni minimal për gjithë ata që kanë dalë përpara vitit 2014 dhe kanë një pension minimal do të jetë 200.000 lekë. Në këtë mandat Partia Socialiste do ta realizojë këtë. Vlora ka qenë qendër e investimeve me hapjen e aeroportit dhe me investimet e mëdha që po ndodhin, këtu turizmi do të rritet të ardhurë ekonomike për çdo familje, do të ketë më shumë punësim. Banorët e rajonit 4 i garantuan mbështetjen kandidatit Gjiknuri. Të votojmë Partinë Socialiste është kryesorja. Çoja plusin për Partinë Socialiste dhe vota është e vlefshme. Prandaj këtë duhet ta bëjmë për Damianin. Damiani do na zbardh faqen. Nuk do të turpërojmë me Damianin. Suksese!